Papa Leo XIV ka lëshuar një paralajmërim të fortë për rreziqet e inteligjencës artificiale, duke kërkuar nga qeveritë e botës që të ngadalsojnë dhe të rregullojnë me kujdes zhvillimin e teknologjive të avancuara. Në dokumentin e tij të parë madhor, të titulluar Magnifica Humanitas, Papa thekson se inteligjenca artificiale tashmë po ndikon në shumë fusha të jetës dhe se mungesa e kontrollit mund të çojë në pasoja të rënda për njerëzimin. Ai paralajmëron se sistemet e inteligjencës artificiale mund të përhapin dezinformim, të nxisin konfliktet dhe të krijojnë një kulturë globale dhune dhe lufte të vazhdueshme. Papa kërkon që kontrolli mbi të dhënat dhe teknologjitë e AI të mos mbetet vetëm në duart e kompanive private, ndërsa bën thirrje për mbrojtjen e të drejtave të punëtorëve, fëmijëve dhe përdoruesve. Në një aktivitet në Vatikan, ai deklaroi se disa sisteme armësh autonome kanë avancuar aq shumë sa rrezikojnë të dalin përtej kontrollit njerëzor. Sipas tij, bota ka nevojë për ligje të forta, mbikëqyrje të pavarur dhe angazhim politik për të frenuar zhvillimin e pakontrolluar të inteligjencës artificiale. Në dokumentin prej 44.000 fjalësh, Papa dënon gjithashtu luftrat aktuale në botë dhe paralajmëron se njerëzimi po rrëshqet drejt një kulture force, ku paqja po shihet vetëm si një pushim i përkohshëm mes konflikteve. Ai e mbylli mesazhin me një thirrje të fortë: inteligjenca artificiale duhet të çarmatoset, duke theksuar se kjo është një sfidë që kërkon reagim urgjent global.